Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an se takon ti mërzin kur. Me Kur'an zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an se takon ti mërzin kur. Me Kur'an filo ditën dhe mbaro. O insan kusht krijoi mos haro. Me Kur'an kujto Zotin o njeri, se tek ai të gjithë duhet me u kthy. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an veç i lumtur ti jeto. Me iman jetën të ndes bukuro. Me Kur'an veç i lumtur ti jeto. Me iman jetën të ndes bukuro. Me Kur'an filo ditën dhe mbaro. O insan kusht krijoi mos haro. Me Kur'an kujto Zotin o njeri, se tek ai të gjithë duhet me u kthy. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfide kalon. Me Kur'an zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an se takon ti mërzin kur.
Me Kur'an zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an se takon ti mërzin kur. Me Kur'an filo ditën dhe mbaro. O insan kusht krijoi mos haro. Me Kur'an kujto Zotin o njeri, se tek ai të gjithë duhet me u kthy. Me Kur'an zemra gjen derman. Me Kur'an çdo sfide kalon. Me Kur'an zemra gjen derman. Me Kur'an çdo sfide kalon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Me Kur'an zemra gjen derman. Me Kur'an çdo sfide kalon. Me Kur'an zemra gjen derman. Me Kur'an çdo sfide kalon. Me Kur'an zbuten zemrat që janë gur. Me Kur'an se takon ti mërzin kur. Me Kur'an zemra gjen derman. Me Kur'an çdo sfide kalon. Me Kur'an veçinëm ton ti jeton. Me iman jetën të ndezur. Me Kur'an
ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimit e dhënë vetëm Allahu Gjereshanu, I cili na dalloi dhe na stolisi me mendje dhe bukuri, ndërsa paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit alayhis salam dhe familjen e tij. I nderuar mufti doktor Kenan Efendi Ismaili, të nderuar prindër dhe jetë të pranishëm, ju përshëndesim me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe gjithashtu e dëshirojmë mirëserdhjen në ditën më të bukur dhe të lumtur të jetës tonë. Jemi gjenerata e 4 me radhë që ndoqë mësimet të hoxha jonë, I nderuar Rasim Efendi Ademi. Gjenerata e mënon tim dhe nxënës. Mirë se vini në këtë program të përfundimit të hatëmës tonë, ku ne së bashku festojmë përfundimin e leximit të Kuranit të Madhërisëm. Le të falenderojmë Allahun për mundësinë që na ka dhënë për të qenë pjesë e kësaj ngjarje të shenjtë. Dhe të lutemi që Ai të na udhëzon në çdo hap të jetës tonë dhe të na jepë forcë për të vazhduar të praktikojmë mësimet e Kuranit në jetën tonë. Kurani është udhëfesi në për jetën, Ai na tregon rrugën e drejtësisë, mëshirës dhe mirëkuptimit. Të lexosh Kur'anin është një akt adhurimi dhe përkushtim ndaj Allahut. Çdo fjalë, çdo jetë që na lexojmë është një mundësi për të forcuar besimet tona dhe për të afruar më shumë me Allahun. Kurani është një udhëzim për jetën tonë të përditshme dhe për çdo veprim që bëjmë. Ajo që është më e rëndësishme është që leximet tona të shoqërohen me kuptim dhe praktike që duhet të jetojmë jetën tonë sipas mësimeve të Kuranit. Le të përfundojmë këtë ngjarje me një lutje për paqe, lumturi dhe udhëzim për të gjithë ne. Allah na udhëzon në rrugën e drejtë dhe bëj këtë ngjarje një shkak për afërsinë tonë me Ty. Amin. Mualla Ibrahimi, cila është dëshmia e muslimanit, cilët janë tiparet e muslimanit, cilët janë tiparet e munafikut. Dëshmia e muslimanit është e shahadeti, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Unë besoj me zemër dhe deklaroj me gjuhë se nuk ka zot tjetër, posa Allah dhe se Muhamedi alayhis salam është robëri I Zotit dhe I dërguari I Tij. Muslimanët nuk I përkullëm dhe nuk I ndështohet askujt përveç Allahut të lartësuar. Nuk bën miqësi marrë midis Allahut dhe të dërguarit të Tij. I mbështetëm vetëm Allahut të lartësuar. I tridhet zemra kur përmend emrin e Allahut të lartësuar. I shoh besimin kur lexon ajetet kuranore. Fare rregullisht namazet dhe zbaton të zgjatat e fesë. Largohet nga të gjitha haramet dhe lesat. Tiparet e munafikut janë: tallet me Allahun e lartësuar dhe me besimtarët. Nuk ofrin nga Allahu I lartësuar. Mundohet të bëjë si tjetërve si fetari I mirë. E lexon Kuranin jo të besuar por porosi e faqe. Bjerë loretin dhe besimtarëve, pengon ditën dhe muslimanëve, e tradhton amanetin, gënjen e tjerë. Semira Sali, što znači iman koji se uslovite na imanut koji se svojstvata na Allah? Iman znači vjerovanje su vjerovanje sa srcem, uz razvojne vana što vjerujeme. Uslovite na imanut se amantu billahi, vjerujem v Allah, u melekitih I njegovite meleki, u kutubih I njegovite knjige, u rasulih I njegovite pratenici, u jevmil ahiret, u posljednji dan ahiret, u bil kadre hajri šeri min Allahi ta'ala, i v njegovoto zdravljanje, tako što je se slučajeva podredbana uzvišenja Allah. Svojstva dan Allah, njegov znajem Allah I ko vjerujeme, sprem njegovite svojstva spomenati u Kuranu, svojstva dan Allah su 14 I se podeljeni na dve grupi, sifati Allahi, sifati subotije. Sifati Allahi se vujud Allah postoji, kidam Allah je većan bez početak, beka Allah je većan bez kraja, beka Allah je većan bez kraja, vagtaniyet Allah jeden, muhalefetun lil havadis Allah nena lekuvana nikog, kiamun binesti Allah postoji sam po sebe. Sifati subotije, hayat Allah je živ, ilm Allah zna se, sem Allah sluša se, besar Allah gleda se, irade Allah pravi sve po njegova volja, kudre Allah ima beskonačno moć, kelam Allah zborova se njegove bojstvo I govor, I tekvin Allah suzdava držuje
Kanë të avazi, që kanë melekët nga se janë të kryur melekët, cilët janë melekët kryesor. Besimin e melekëve është kushti i imanit. Kushti i imanit. 4 melek kryesor janë Gjibraili, i cili vjen nga Allahu të lehtësuar bën njoftimin për punën e botës dhe fillimin e rëngjatjes. Azraili, meleku i 4 melek kryesor janë Gjibraili, i cili vjen nga Allahu të lehtësuar kujdeset për frymëzimin dhe funksionimin e trupit natyror. Israfili, i cili vjen nga Allahu të lehtësuar bën njoftimin për punën e botës dhe fillimin e rëngjatjes. Azraili, meleku i vdekjes, i cili kujdeset për Amen shpirtat njerëzve. Ekziston dhe melek të tjerë me obligime të ndryshme, si Keramun, Katibin, shpasitësit të cilat regjistrojnë çdo vepër të njeriut, nuk edhe në këtë që të marrë njeriu në pyetje pas parimit. Elmetin Aliu, cilët janë librat kryesor dhe kujti i shpallën që kanë sufit. Kushti i drejtë i imanit është besimi në librat e shpallur nga Allahu i vërtetuar. Librat e Allahut janë shpallur kryesor që përmes melekut Gjibrail Allahu i vërtetuar u shpallën pejgamberët pastaj të cilat u përcollën njerëzve. 4 libra të mëdhenja, Tevrati, Zeburi, Injili, Kurani. Tevrati u shpall Musa alayhis salam, Zeburi u shpall Davudit alayhis salam, Injili u shpall Isa alayhis salam, Kurani u shpall Muhamedit alayhis salam. Sufën e fletushkave që u shpallën disa pejgamberëve. Numri i fletushkave sufë është 100 ndërsa u shpallën këtyn pejgamberëve. Ademit alayhis salam u shpallën 10 fletushka, Shidit alayhis salam u shpallën 50 fletushka, Idrisit alayhis salam u shpallën 30 fletushka, Ibrahimit alayhis salam u shpallën 10 fletushka. Abdullah Kia, cili është pejgamberi i parë sa pejgamberi përmendet në Kur'an, cilët pejgamberë janë ulul azmi. Kushti i 4 të imanit është besimi në të dërguarit të Allahut të lartësuar. Ne besojmë në të gjithë pejgamberët duke filluar prej të parë Ademi alayhis salam e deri te fundi Muhamedi alayhis salam. Pejgamberët janë njerëz të zgjedhur nga Allahu i lartësuar, të gjithë kanë qenë burra, ndërsa gra nuk ka pasur pejgamber, nuk ka pasur arsye i vetëm Allahu i lartësuar. Pejgamberët që përmenden në Kur'an janë 25, ndërsa për të përmendurit ka mendimin se kanë qenë njerëz të drejtë dhe sinqertë dhe vlia. Pejgamberët që përmenden në Kur'an janë Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Isa, Lut, Jakub, Yusuf, Shuaib, Musa, Davud, Sulejman, Ayub, Yunus, Ilyas, Elias, Dhul-Kifl, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammed alayhis salam. Dhe 3 të tjerët janë Uzeri, Lukman dhe Dhul-Karnaini. Pejgamberët që janë të dalluar dhe një me emrin ulul azmi janë Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dhe Muhammed alayhis salam. Bekim Sirmani, qka është ahireti, qka është kiameti, qka është gjeneti dhe gjenemi kadajt dhe kadim. Ahireti, botën e të cilën e dojmë është e krijuar dhe ka fundin e saj, përveç kësaj bote kënaqëtare ekziston edhe një botë tjetër, bota e përhershme apo ahireti. Dita fundit është shah sikur çdo ditë do të shkatërrohen me lejen e Allahut të lartësuar dhe të vdesin kafshët dhe njerëzit pastaj do të ringjallën në botën tjetër. Xheneti është realitet e ahireti ku besimtarët do të shpërblen sipas meritave. Xhenemi është një realitet e ahireti ku mëkatarët do të ndeshkojnë sipas punëve të këqija që kanë bërë. Besimi në vendimin dhe caktimin e Allahut. Kada dhe kader. Kush i gjashtë imanit është besimi se çdo gjë që ndodh është me lejen e Allahut të lartësuar. Njeriu që beson në kada dhe kaderin e Allahut të lartësuar, beson se asnjë gjë nuk bie pa lejen e Allahut të lartësuar. Është i vetëdijshëm se Allahu i lartësuar di çdo vepër që kryen, ka bindje të plotësisë çdo mirë apo keq që ndodh është me lejen e Allahut të lartësuar. Është i vetëdijshëm se Allahu i lartësuar ka krijuar çdo gjë në gjësi, prandaj kujdeset për të mos u dëmtuar ato. E di se Allahu ka krijuar çdo gjë në një sistem të saktuar. Elif Sali, što znači izboriti islam koji se usvojiti na islam, koji se izboriti na islam? Izboriti islam znači mir, počinjavanje i prvenstvo. Islam znači доброволна послушност към възвишениот Аллах со мислите, чувствата и делата. Условите на исламот се шахадат, намаз, пост, зекјат и хаџ. Изворите на исламската вера се Куран, Сунет, Иџма и Кијас. Куран, тоа е последната книга објавена од възвишениот Аллах. Ова божествена книга преку Мухамед алейхи селам беше објавена на целиот свет. Сунет, тоа е вториот главен извор на исламското знање. Зборот Сунет е сочинува целината на зборовите, делата и образованието на Мухамед алейхи селам. Иџма, тоа е мислените и несогласноста на муслиманските научници за верски прашања, кои претходно не се објаснети. Кијас, тоа е компаративен метод кој става заклучок на прашањата кои не се спомнати во Куранот, Сунетот и Иџмата. Bitullah Gjaviti, kush janë normat juridike fetare dhe si ndaren ato? Normat juridike fetare janë farz, vajib, sunet, musab, mubah, mekruh dhe haram. Farz janë që lidh ato adhurimet të cilat Allah lartëson drejt për rrezika, urdhërohet që të krejnë nga çdo njeri, për shembull falja 5 vakte namaz, agjërimi i Ramazanit,
dhënia zekat dhe shkuara në që se kërë mundësia, që i krije këto, fitesh probleme në saj që në krije llogaritës e mëkatar, farzë da të ndrylloj, farzë janë dhe farzë kifaj, farzë janë është farzë individual i cili do të krejt nga çdo njeri moshës madhore, për shembull, falja 5 vakte namaz dhe agjërimi Ramazanit, kurse farzë kifaj është farzë kolektiv i cili nëse në grup apo pjesë e falë të qetë liron nga obligueshmëria, nëse askush nuk e fal të gjithë llogaritës e mëkatar, për shembull falja namaz të xhenazës, vajib janë të gjitha ato adhurimet të cilat janë të detyrueshme për jo me argumente prej sikurse të farzit, për shembull namazë i vitrit dhe namazë e Bayramit, sunet janë të gjitha ato praktika që Muhamedi a.s. ka kryer dhe na ka urdhëruar që të kryejmë edhe ne. Suneti i dautë në dy lloje, suneti i mëkë dhe suneti i gareme këde. Suneti i mëkë dhe suneti i fortë që përfshin të veprimet që Muhamedi a.s. ka kryer, për shembull, suneti i drekës, suneti i pasforcës së drekës, suneti i akşamit, suneti i sabahit, suneti i fundit i acizit, namazit e ravis e tjerë. Kurse suneti i gareme këde që është suneti i fortë përfshin të veprimet që Muhamedi a.s. ndonjëherë ka kryer, për shembull, suneti i qindis dhe suneti i parë i acizit, Mekruh i ndarë të dojë, mekruh i darimen dhe mekruh i të nëzhen. Mekruh i darimen në shërë, mekruh i cilin të afrëma, afrëromit, për shembull nëse falë namazin e qindis, gjatë përredimet të dirë. Kurse mekruh i të nëzhen edhe pësëshme kategorinë adhamit për është që të bëjmë, për shembull të anë qepë ose udhër për ose të shkjo në xhami. Alia i dalë, çka është abdesit dhe cilët janë kushtet e abdesit, çka prish abdesin dhe të rregull çka nisë. Abdesi është pastrimi veçantë mujë të pastër. Kushtet farzë të abdesit janë 4: larja e fytyrës, larja e krahëve deri në hyrëla, fërkimi i kokës në sy dhe larja e këmbëve deri në nyje. Abdesin e prish nevojë fiziologjike, nxjerrja e gastrave, dalja e gjakut apo qelbit nga një pjesë e trupit, të qeshur me zënë namaz, të fjeturit, të rënit ose alivanuese të vjellim me gojën plot, meset janë në formë këpucësh të krahëve për e lëkurës, meset fishën pas marrjes së abdesit, meset në shtëpi i banjës në katëruar në udhtim banë 72 orë. Sibel Mehmedovska, što znači gusl i koji se slovite, što znači temum i koji se slovite, što je namaz i koji se slovite? Гусол е верско мијење кое е предвидено кај средите на жени, под гусол подразбираме мијење на целото тело од глава до петици. Основите на гусолот се три, тие се мијење на устата, мијење на носот и мијење на целото тело. Темум е символично мијење со земја, кога не можеме да најдеме вода. Основите на темум се три: заниетување, допирање на чиста почва и трење на лицето, допирање на чиста почва и трење на рацете до лактите. Намазот е главен стол на исламската вера. Намазот му е должен на секој муслиман кој достигнал зрелосна возраст и ментално е здрав. Основите на намазот се 12 и тие се поделени на две групи: надворешни и внатрешни во намазот. 6 услови надвор намазот се земање абдес, телото, облеката и местото на обложување да бидат чисти, да го покриеме телото, да се насочиме кон киблето, намазот да ги кланеме во одреденото време и да заниетуваме. 6 услови внатре во намазот се почетен тикбир, стоење, рецитирање на Куран, поклонување на руку, полагање на сеќде и седење на крајот од намазот. Sani darvazi, cilët e namazit ditore të 3 rekat kanë, çka është namazi i xumazit të 3 rekat ka, çka është namazi i xhenazës, Bayramit dhe Taravis. Namazit ditore janë sabah, dreka, ikindi, akşam dhe yatsia. Namazi i sabatit ka 4 rekat, 2 sunet dhe 2 farz. Namazi i drekës i ka 10 rekat, 4 sunet, 4 farz dhe 2 sunet të fundit. Namazi i ikindis i ka 8 rekat, 4 sunet, 4 farz. Namazi i akşamit i ka 5 rekat, 3 farz dhe 2 sunet. Namazi i yatsis i ka 13 rekat, 4 sunet, 4 farz, 2 sunet të fundit dhe 3 sunet të vitit. Namazi i xumës është farz dhe i ka 16 rekat me gjithë drekën. Namazi i xhenazës është farz kifaje dhe i ka 4 tekbir shtesë. Namazi i Bayramit është vajib dhe i ka 2 rekat me 6 tekbir shtesë. Namazi i Taravis është sunet dhe i ka 20 rekat dhe falë në në shenjtë të Ramazanit. Мервесириевска, што е Рамазан, што е зекат, што е хаџ, што е курбан. Третиот главен стол на исламот е постоење во месец Рамазан. Месецот Рамазан може да има 29 или 30 дена. Постоење во месец Рамазан се на фарз во втората иџретска година, зекат. Четвртиот главен стол на исламот е зекат, која стана фарз во втората иџретска година. Зекат е задолжително давање од богатството на сиромашните, неволниците, на ловиот пат и на нешто останали на пат. Хаџ. Петиот главен стол на исламот е обовување на хаџ, обовужување кои се извршува со посета на Кабето и на другите светини места. Хаџ стана фарз во 9-та иџретска година. Условите на хаџ се носење ихрам, престојување на Арафат и таваф на зијарет. Курбан. Курбан е жртвување на животните во име на возвишениот Аллах. Курбан може да се коле курбан за овци,
Овен овца крава, бик, камила. Овен тјачата треба да има 1 година, кравата и бика треба да има 5 години и камилата треба да има 5 години. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يود ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Falënderimet më të sinqerta i takojnë Allahut fuqiplot. Atë falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim, shpëtim e mëshirë kërkojmë. Falenderojmë Allahun xhaleshanu që na bëri musliman. Falenderojmë Allahun xhaleshanu që na dha mend të dallojmë të mirën nga e keqja. Falenderojmë Allahun xhaleshanu që na bëri të mundur të jemi pjesë e ummetit më të dalluar, ummetit Muhammed Mustafa alayhi salam. Salavat nga zemra i dërgojmë Muhammedit alayhi salam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. O Zoti i plotfuqishëm, në këtë ditë gëzimi, ditë xumaje, ditë e ceremonisë së përfundimit të Kur'anit Kerimit, për prindërit, për mualimin dhe për nxënësit e këtij mektebi, prandaj të lutemi nga thellësia e zemrave tona të gjithë ata që kontribuan që në këtë ditë të jetë ditë gëzimi për këta familje dhe për këta besimtarë. O Zot, të lutemi shpërblej dhe u kompenzon në dy botët tjera. O Zot mëshirues, këta fëmijë që mësuan fjalën tënde, u bën për ditëshmëri të jetës së tyre ja Rab. O Zot, u mësoj jetën me Kur'an. O Zot, u bën të dashur Kur'anin, u bën të dashur Islamin, u bën të dashur Muhammed Mustafa alayhi salam. O Zot, të lutemi, këta fjalë që i mësuan, të lutemi që jetë mburoj në këtë botë dhe në botën tjetër, për këta fëmijë dhe për gjithë besimtarët. O Zot i plotfuqishëm, të lutemi këta fëmijë të i ruash nga syri i keq, të i mbrosh nga vezveset dhe kurthet e shejtanëve. O Zot, të lutemi t'u plotësosh gjitha dëshirat e hajrit, të i bësh të suksesshëm, të i bësh të dobishëm për vetveten, të i bësh të përgjithshëm e të ndërgjithshëm ja Rab. O Zot mëshirues, të lutemi nga thellësitë e zemrave, gjitha lutjet tona me të cilat ne i drejtohemi madhrisë tënde na i pranoj ja Rab. O Zot mëshirues, forcoje imanin në zemrat tona, e nëse në zemrat tona ka dyftësi e mendjemadhësi, o Zot të lutemi na i pastro zemrat tona. O Zot na ruaj nga patituria, o Zot të lutemi nga varfëria të na mbrosh dhe të na ruash ja Rab. O Zot mëshirues, gjithë ata që shkuan para nesh, varret e tyre u bën bahçe xheneti. O Zot, gjithë ata të cilët kanë probleme me shëndetin e tyre u jep ilaz dhe shërim ja Rab. O Zot mëshirues, na fal neve, fali prindërit tanë dhe gjithë besimtarët në ditën kur do t'japim llogari. O Zot mëshirues, në ditën e llogarisë të lutemi na fut në hijen tënde, atë ditë kur s'ka hije tjetër. Na tako me Muhammedin alayhis salam, na i mundëson shefatin e tij. Regjistrin e veprave na jep nga e gjatë dhe nga e majta. O Zot të lutemi,
na mëson që sa më shpejt e kalojmë burën e siratit, mos na takon me xhehenemin, na e bën të mundshëm me xhennetul firdausin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdi, falendrimi, ladrimi takon vetëm Allahu dhul Gjelal, salavat dhe selamat për pejgamberin alayhi salam dhe familjen e tij dhe shokët e tij dhe gjithë besimtarët që e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I nderuar i muftinisë së Shkupit, doktor Gjenan Efendi Ismaili, i nderuar sekretari i muftinisë së Shkupit, Hoxh Nexhmi Efendi Ferati, i nderuar referent për rajonin e Kashjahës pra muftinisë së Shkupit, Hafez Irfan Efendiu, të nderuar gjithë ju xhamatli, familjar e dashamir, ju përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se na keni ardhur në këtë ditë gëzimi për mua si muallim i xhamis, për këta fëmijë talebe që kanë ndjekur mësimin në xhami dhe ditë gëzimi për gjithë familjarët e këtyre talebeve dhe gjithë xhamatin e xhamisë tonë Kashjah. Prandaj, nderuar vëllezër, kjo është gjenerata e 4 me radhë që kanë ndjekur mësim besimin në mektebin e xhamisë Kashjah. Nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se ta lutim Allahun dhul Gjelal që gjithë këta talebe, këta fëmijë që janë këtu para nesh, Allahu t'i jep shëndet, Allahu t'i jep suksese dhe t'i bën të khairit për familjen, për shoqërinë dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Njëkohësisht së shpejti dua që t'ju informoj që së shpejti do të kemi edhe hatmën e parë për çinin femrore për gratë dhe motrat tona në xhamin tonë. Andaj lutim Allahun dhul Gjelal që sadopak na jap shëndet dhe imër të gjatë që ta krijmë me faqebardhësi këtë emanet, këtë detyrë që kemi marrur mbi supet tona. Pa humbur kohë me çfarë ditë e xhuma, ftoj muftiun e nderuar që të bëj shpërndarjen e certifikatave, ndërsa fjalimin e rastit ligjëratën muftia inshallah do ta mban hyrje. Urdhë muftia. Allah shpëlbeft muallimin dhe nxënësit të cilët të ketë mësim besimin e leximit të Kuranit. Tash është të bëhet shpërndarja e certifikatave. Semira Salih. Nderuar vëllezër, edhe një ndryshim, një motivim nga Këshilli i xhamisë Kashjaka kanë vendosur që gjithë talebeve që kanë bërë sot hatme nga një dhuratë simbolike për le të jetë kjo një motivim edhe për familjen, për talebet dhe gjithë talebet tjera që të ndjekin mësim besimin e Kuranit familjar. Andaj Allah i shpërblet ata që ishin sebeb të kësaj dhurate, Këshillin e xhamisë. Allah inshallah u ashton pasuri. Amin. Muala Ibrahimi. Kanita Amazi. Elif Salih. Sibel Nemedovska. Merve Sejdiovska. Abdullah Akia. Bekim Selmani.
Elmedin Aliu, Ali Ajdar, Sanida Avazi, këta janë në shkallën e ditë. Sile Bejtullah Gjaviti. Dhe në fund një minjoje për Mualin. Çdo gjenerat janë një minjoje sakrifon mirën e fëmijëve, inshallah Allah jep shëndet e gjatë dhe shumë të lartë. Se dua jona për ju. Vini ma kamrejnë, ushtoni pak diliroqe. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin, amin, amin wal hamdu lillahi rabbil alamin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Falënderimet i takojnë vetëm Allahu Dhul Xhelal. Atij që na dha shpirtin që të jetojmë. Na dha imanin që të besojmë. Na dha Kur'anin që të mësojmë.
në edhe mendjen që ta kuptojmë, në edhe gojen që të këshillojmë, në edhe syrin që të shiqojmë, në edhe veshjet që të dëgjojmë, në edhe gjymtyrët që të punojmë, në edhe pasurinë që të falenderojmë dhe krijoj xhenetin që Allahu ta takojmë. Allah inshallah gjithë nasip na dhon ya Rabbul Alamin. Salavat për zemër të mbi shpirtin e bekuar të mësuesit dhe edukatorit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët, miqt, familjen e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin edhe do të ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit, inshallah. Të nderuar vëllezër, i nderuar i xhamat, të nderuar të pranishëm, do të mundohem të jemi shkurt, ma parasysh në kanat këtoftin, por pa tjetër duke adhën hakun kësaj hutbe. Por para se më të themi çfarë do qoftë fjale, ashtu siç e kërkon edhe pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, fillim të bëjmë dua dhe lutje me bindje që çdo dua dhe lutje që bëhet në këto momente, në këtë ditë bekuar xumaje, në këtë vend të bekuar këtë shtëpi të Zotit, edhe në praninë tuaj të nderuar vëllezër të bekuar, që keni lënë angazhimet e juaja, punët e juaja, rehatin tuaj, jeni përgjigj thirrjes së Allahu Xhelal dhe keni ardhur këtu mirat sejdë atij, as pak nuk kemi bindje, as pak nuk kemi dyshim me shumë bindje që çdo dua që bëni, qoftë ajo me zemër, qoftë ajo me mendje, qoftë ajo që e shprehni apo nuk e shprehni, sepse Allahu Xhelal e din edhe atë që kemi në zemër, edhe atë që e themi, edhe atë që nuk e themi. Allahu Xhelal i din nevojat tona, Allahu Xhelal i din dëshirat tona, Allahu Xhelal i din ambicijet tona. Lutim Allahu Xhelal që inshallah Allahu që gjitha ato plotësoj. Lutim Allahun e madhrishëm që gjitha gabimet tona të kaluara që i kemi bë, ku me qëllim e ku pa qëllim, inshallah Allahu Xhelal dhe magfiret në i ban. Lutim edhe për të tashmen tonë, Allahu Xhelal inshallah në rrugën e drejtë në udhëzon. Nëse jemi këtë rrugë, inshallah Allahu Xhelal në këtë rrugë na forcon. Lutim Allahun e madhrishëm edhe për të ardhmen tonë që është në dorë të tij, ta mësojë të jetojmë me dinjitet si musliman. Kur ndodhemi nga kjo botë, ndodhemi me iman, e ku të ringjallemi botën e ardhme, të ringjallemi pranë të dashurit Allahut dhe pranë të dashurit tonë, pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbul Alamin. Amin, amin. Të dashur vëllezër, në veçanti ju xhamati rregullt i kësaj xhamie, në krye me këshillin e xhamisë dhe imamin mualimin e nderuar. Sot duhet njeri një krenari të veçantë, sepse sot edhe një herë, për të katërtën herë me radhë, të ky mualim i nderuar, po dëshmojmë para melekëve dhe para Allahu Xhelal. Dhe dëshmitar tonë në botën e ardhshme ta kemi edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që ne po vazhdojmë të kultivojmë gjeneratat e reja, të jenë ata të cilët, siç i quajt edhe Allahu Xhelal në Kur'an, mbrojtës të fjalës së Allahut të Madhrishëm. Dhe gjithë ata që kontribojnë, duke filluar nga prindët të cilët të orientojnë fëmijët e tyre me këtë, nga mualimi i cili sakrifikon nga koha e tij për të apërcjellë dhe për të gdhënë në zemrat e tyre fjalën e Allahut të Madhrishëm, e deri tek fëmijët të cilët angazhohen dhe lodhen për të mësuar fjalën e vërtetë. Lutim Allahu Xhelal, ashtu siç din ai më së miri, ti shpërblej dhe t'ua kompenzoj inshallah. Allahu Xhelal inshallah prindve gjitha mjetet e hajrit t'ua realizoj. Mualimin Allahu Xhelal ta ngrej në piedestalet e larta siç premtoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me fjalët khairukum, më i miri, më i hajrit nga ju. Inshallah me këtë epitet edhe ringjallet botën e ardhshme. Dhe doa dhe qanta për fëmijët, Allahu Xhelal inshallah t'i ruaj, t'i bëj të hajrit dhe të dobishëm për gjeneratat e ardhshme, të cilët këtë emanet duhet ta bartin mbi supët e tyre. Të dashur vëllezër,
Gjithë ne angazhohemi për çdo ditë. Gjithë ne lodhemi për çdo ditë nga mëngjesi mbrëmje. Të krijojmë një farë rehatie në këtë dunjë. Të kemi mirëqenie në dunjë. Që sigurojmë një të ardhmen më të mirë fëmijëve. Ndoshta për ta ti sigurojmë edhe një shtëpi, edhe një të ardhmë tjetër. Gjithë kjo angazhim për të mirën e gjeneratës së re. As pak nuk kam dyshim që dikush prej juve ndoshta do të jetë në pikpyetje apo duhet ta bëjmë këtë apo jo, jo duhet ta bëjmë. Sepse Allahu u zela fëmijët tonë e la emanet. Ama unë sot këtu para ju duhet të mbizoj diçka tjetër. Duke u bazuar në fjalët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Duke u bazuar në porositë e tij dhe në fjalët e Allahut të Madhërisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: pasuri nuk do të thotë të grumbullosh sa më tepër mand. Por pasuria e vërtetë është që të kesh një zemër të madhe. A nuk tha Allahu dhu Gjelal, a nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk shikon pamjen tuaj të jashtme, por shikon të brendshme tuaj, shikon zemrën tuaj, shikon devotshmërinë tuaj, ja bërën të dashur vëllezër. E kemi mundësinë, duke i dërguar fëmijët në mektep, duke krijuar ambientin brenda në familje, duke bashkë biseduar me fëmijët, me shoqëri, ne ta përcjellim tek njëri tjetri mesazhin e madh të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se pasuria më e madhe është të kesh një zemër të madhe. Ki popull e të kaluarën ka pas njerëz me zemër të madhe. Ki popull edhe sot ka njerëz me zemër të mëdha, dhe s'kam dyshim që nga këta burra edhe të ardhmen do të ketë njerëz që do të kenë zemër të mëdha. Kur themi zemër të madhe, çka nuk kuptojmë? Populli për shumë bukur, kur e sheh që ka një kacafytje diku, edhe del ki edhe e fal, që mos zmadhohet problemi, mos zmadhohet fitneja, mos bëhet e keqja, dhe çka themi? Ai ka zemër të madhe. Shkon e ndihmon ai tjetrin me pasurinë që e ka fituar me tjerësën e vet, me lodhjen e vet, edhe e ndihmon të vafën apo jetimin. Çfarë i themi ne atij? Ki ka zemër të madhe, të dashur vëllezër, zemrën e madhe e don Allahu dhu Gjelal. Shku tek njëri prej dietarëve nga tabiinët, që njihej me emrin Tawus bin Kesan, edhe shkoj dhe e pyeti. Dietar që në atë kohë njihej si muhaddith, mufesir, fakih i mirë i kohës, edhe e pyetën: a ka mundësit me e përshkruash me 3 fjalë? Si e përshkruan Allahu i Madhërisht zemrën e besimtarit mirë? Me 3 fjalë. Allahu si e përshkruan? Edhe kjo dha këtë përgjigje. 3 fjali. E para, tha të kesh frikë nga ana Allahu dhu Gjelal, ama një frikë që se ke nga askush tjetër. Fëmija ndoshta frikët për prindit, nxënësi ndoshta frikët nga arsimtari, problematiku ndoshta frikët nga ligji, a tjetri ndoshta frikohet nga burgu, a tjetri ndoshta frikohet nga vdekja. Ka frika të ndryshme që ekzistojnë tek njeriu, ama frika nga ana Allahu dhu Gjelal duhet të dallojnë nga gjitha frikët tjera. Sepse kjo frikë ndërlidhet me botën e pafushme që s'ka fund hiç. Fëmija friket, ama rritet. Ai që dënohet, ndoshta friket, ama kalon edhe dënimin. Çfarë do që të jetë në këtë dunjë kalon. Ama ajo lidhje që është me Allahun dhu Gjelal, ajo lidhje është e pafundshme. Tha e para, në zemrën tënde duhet të ketë një frikë, ama ajo frikë të dallohet nga gjitha frikët tjera e dunjos, sepse është frika nga Allahu dhu Gjelal. E dyta,
Në zemrën tënde duhet të ketë shpresë. Shpresë, ymit. Edhe kjo shpresë duhet jesë edhe më e madhe se frikën që e ke kundrejt Allahut të Xhelal. Pra besimtari kur nuk e humb shpresën. Edhe kur është i smut nuk e humb shpresën. Edhe kur ka probleme nuk e humb shpresën, e kam fjalën shpresën tek Allahu të Xhelal, te ndihma Allahu të Xhelal. Edhe kur i ndodhin gjëra që mendon që krejt dunjoja i ka rënë mbi kokë, edhe atë nuk e humb shpresën tek Allahu të Xhelal, sepse shpresa e besimtarit në zemër që e ka, e të i kalon edhe frikën që e ka. Kjo është e dyta. Edhe e treta, dhe duaja ati tjetrit, atë që ja dënë vetvetes. Duja tjetrit, atë që ja dënë vetës. Sot tre elemente, nëse i kenë zemër, mbasti djetari me pesh, atëre ta dish se zemra jota është zemër e madhe. Një zemër që i friket Zotit, një zemër që është e lidhur dhe shpreson vetëm te Zoti, edhe një zemër që adon mirën të tjerëve. Të dashur vëllezër, këto zemra të ngulitura në zemrat e besimtarëve kanë ekzistuar që në kohën kur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam u kaliti sahabët të vet, e më pastaj u përcjellën te tabiinët, e te tabiinët edhe sot arritëm deri në kohën e sotit. Por ne sot në këto rrethana dhe këto kohra që jetojmë, çdo kush prej neve duhet të bëj analizë veten. A thu vallë, zemra ime është zemra e madhe që e don Allahu apo jo? Njëri nga dietarët e kohës me emrin Shekik Belhi, nga talevet e imamit të madh Ebu Hanifes, ai tha, na e përshkruajti shumë bukur një farë testi që çdo kush prej neve mund ta bëjë veten e vet. Një analizë, një test. A do të di çfarë zemre ke? Pra po e përsëris vëllezër, kur flasim për zemrën, flasim për atë copëzën e mishit, që gjithçka në jetën tonë është e lidhur me ajo, është sebeb i shpëtimit dhe i ndëshkimit. A do me e ditë çfarë zemre ke? Tha kështu. Kur t'jesh në një mes që flitet për një gjunaqtar, për një njeri që ban gjunaqe, moment që flitet për atë gjunaqtarin, ti a të vim tjetësh apo jo? A mërzitesh ajo? A të vim gjunah ajo? Nëse të vim gjunah, atëra është mirë puna. Ama nëse nuk vim gjunah dhe gëzohesh me gjunohet e dikuj tjetër, atëre ta di që diçka nuk është në rregull me zemrën tonë. Sepse besimtari kur nuk gëzohet kur tjetri dëmtohet, kur tjetri nesër do të ndëshkohet, po dhe kur e merr vesh e kur fliket që dikush a duke bërë gabim gjuna, çfarë do qoftë gjunohi ai? Ati ndalet. Edhe i dhimbse se një rob i Allahut të lartë do të jetë ndoshta për të ndëshkuarve dhe dënuarve. Dhe pastaj vazhdoi dhe tha, e kur në mesin ku gjindesh ti, flitet për një rob të mirë të Allahut, për një besimtar të mirë, për një besimtar të suksesshëm, për një që ka arrit në dynjë me mirësi dhe bereqetin e Allahut të lartë, ka arrit kulminacionin dhe flitet për te. A të vjen i noti, apo të vjen kënaqësi? Nëse ndjen kënaqësi, mirë ki punë. Ama nëse të vjen i noti dhe nuk ndjen emocion pozitiv, ta dish që zemra jote nuk ka zemër e mirë. E për këtë ne duhet t'i kalisim zemra tonë. Vëllezër, është të vërtet që ne si besimtar ndoshta në formalitet, flas për këto kohra, i japim rëndësi ndoshta edhe namazit që duhet t'i jepet, i japim rëndësi edhe Ramazanit që duhet t'i jepet, i japim rëndësi edhe haxhit që duhet t'i jepet, ama ajo që më së tepërmi duhet t'i jepet rëndësia është zemra. Ajo që më së tepërmi duhet t'i jepet rëndësia është zemra, sepse zemra e mirë do me thonë namaz i mirë, zemra e mirë do me thonë agjërimi mirë, zemra e mirë do me thonë haxhi mirë, zemra e mirë do me thonë këto që jenë pranuara tek Allahu te lartë. Andaj e para që duhet të rregullojmë.
Zemra dashur vetë. Unë s'po them që ne duhet bëmi e vlja. Ja, vlja së bëmi. As me la që së bëmi që do njëherë mos nervozohemi, do njëherë mos mërzitemi, do njëherë mos mendojmë për t'i këtë tjetër diçka negative. Ashtë absurde ta mendojmë, po të mundohemi që zemra tona t'i rregullojmë. Kone me vive e keni ndëgju për Haxhaxhin, ishte një xhelat i kohës. Kam rrike për para, e fshinke me gjuhën e popullit. Edhe ndëgjon që në atë rreth, pra në Bagdad, ka një njeri, një besimtar i mirë, që çdo doa që bëj ka Allahu ja pranoj. Edhe jep urdhën të të masjellni këtu para meje. I ka dol zoni, ka dol emri, çdo doa që bën Allahu ja pranoj. Edhe e sjell. Kur e sjellin përpara thotë, ta bëj një doa të hajrit për mua. Kesh i qovë njëherë, për kanë du me bo këtë doa të thash. Ta bështët një doa të hajrit për mu. E të kimi njërë, o Allah, merja shpirtin ti që e kam përpara. Ka dalë. Unë dhe bëha një doa të hajrit për mu, ti qka i të i lutë zotin? E po unë e bona doa më të hajrit edhe për ti, edhe për musliman. Sa ma shpejt të vdesi, qash ma mirë, ma hajrit atë. Edhe për ti edhe për neve. Të dashur vëllezër, edhe kësaj dua shka në momentet caktuara, se unë nuk po them që zemra jonë mbi gjitha duhet të përgjon më negative të mendoj pozitivisht. Po mbi gjitha vëllezër, shoqërinë, familje, rreth, ta mendojmë anën e mirë dhe anën pozitive, jo vetëm atë negative dhe të keqe. Për më laksoj vëllezër. Për më laksoj me një fjalë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E të regon e bëjë Jube el-Ansariu. Thot erë njëri nga besimtarët të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka o dërguari Allahut. Apo ma jep një këshill, ama të jesë shkurtën e qartë. Shkurtën e qartë, një këshill ma japish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shikoi dhe i tha po. Vëllezër, shumë bukur. Në këtë këshill, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se si duhet të reflektoj zemra në vepër. Pra e para rregullojmë zemrën, mos i duhet dalë në vepër ajo. Sa bukur i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E nisi me fjalën tha, kur të falish namazin, fale sikur është namazi i fundit i jotit në dunjë. Pra kur kesh punë me Allahun du xhelal, je për rëndësi. Koncentrohu, jepja hakin, se këtë boje me Allahun dhe xhelal. Sigur i fundit ta, sigur mas e saj me namaz tjetër nuk kime falë. Sigur kur dalish nga xhamia kime ndru jetë, kime vdek. Jepja hakun namazit, mos e ban namazin shkele shkot. Mos e ban namazin sa për formalitet me të pa tjere. Jo, për me të pa tjere të hiq mos hajde në xhami mu falë. Sa ai namaz nuk ashtë i pranum të Allahu dhe xhelal. Hajde fale namazit për mu të taku me Zotin, me bisedu me Zotin, me i ranë sërqët e Zotin, me përfitu nga Zotin, me u mëshiru nga Zotin, me u falë nga Zotin. Ma qëllim hajde fale. Edhe fale sigur i fundit a ma kësaj në tjetër s'ka, se jeta jote edhe imi ashtë dorë të Allahu dhe xhelal. Imani, zemra të reflektojën dhe për tash në ibadet. E para. E dyta, nga goja jote, mos nxerr asnjë fjalë që nesër kime kërku fjalë falje për atë fjalë. Ma të mirë, pra në raportet me njerëzit ma të mirë, jo njëherë me fjalën e popullit ta bërë për lok, e ma se tush, ma ban me halal. Jo, a që e ki po për lok, vlezër, edhe nëse ta falë, gjurëmët, kur s'ka më fshi as në hire. Mboj me që ka tamë. Gjurëmët asoj, kur nuk ka më fshi as në hire. Nëse ta ban halal njëri në regu, nëke s'ta ka po halal, asë Allahu xhelal s'ta po halal. Andaj në raporte me njerëz, në raport me familjar, në raport me kujshi, në raport me mushteri, në raport me musliman, në raport me jo musliman, në raport me kresa gjallë, bine dhe me kafshë hajvan. Që në kapsu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do t'jesh i matur të shka flet,
çka thu, çka shpi, çka akuzon, çfarë fjalë nxjerr, çfarë muhabeti bën, do të jesh i matur, sepse edhe nëse vetë ti do të kërkosh falje dhe nuk ta fal tjetri, as Allahu xhallahu nuk ka më ta fal ditën e gjykimit. Kjo do me thonë, tash zemra do të reflektojë dhe në fjalët tona. Edhe e treta, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur me syt e tu me lakmi mos shikon pasurinë që ka rriti kush. Se bash atër me lakmi kur shikon, edhe zemrën ki me e prish, edhe menje ki me e prish, edhe gjuhën ki me e prish, edhe veprat ki me e prish. Sepse shejtani ka me të pënu, o të shpifish di një sen, o të nderesh një fjallë, o të akuzosh për diçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha 3 këshilla, ama 3 këshilla shumë mdoja, shkurta, ama shumë mdoja. Njëna ka të bëjë me namazin, dyta ka të bëjë me raporte me njerëzit, treta ka të bëjë me hakun, ndaj qevë me pasuri. Këto 3 gjëra rregulloni dhe do t'jeni të shpëtuar inshallah. Unë lusë Allahun e Madhëshëm, gjithë neve, Allahu xhelal inshallah në rrugën e drejtë na udhëzoj. Nga zjarmi i xhehenemit të na mbroj. Xhentul Firdausi nasip të na e bëj. Të na mundsoj një jetë me gashme me bereqet dhe inshallah kur ndahemi nga kjo botë të ndahemi me shahadet, duke thënë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. ألا إن أصل الكلام وبلغ النظام كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام للآخر آية صدق الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما للنبي وتكريما لفخامة الشأن شرف صفي. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah i madhrishëm, e lusim madhërin tënde sepse ti je veti që i pranon doa dhe lutjet tona, andaj doat e këtyre besimtarëve të vuar në këtë vend, kabul dhe maqbul bani ya Rabbel Alamin. Muslimanët kudo që janë botë ndruzin toksor nga dora gjakatar armitve na i mbro, e muslimanët tonë në vendin tonë në rrugën tënde të drejtë na i drejto ya Rabbel Alamin. Të përgosëvi tonë të pafajshëm na i liro, të veja dhe jetima tonë na i streho, të sëmurët tonë na i shëro, pleq tonë na i mëshiro, prind tona i gëzo, fëmijët tona i urgëzo, e vajzave tona deri në ambro ya Rabbel Alamin. Të varfërit tonë me pasuri halal na i pasuro, të pasurit tonë me pasuri halal, pasurinë ashto ya Rabbel Alamin. Nga zemra jonë xhelozin na e largo, nga mesi jonë inatin na e dëbo, nga shoqëria jonë urrëqen na e largo, e dashurinë mes vete na e shto ya Rabbel Alamin. Gjunahet tona në këtë botë, në botën e ashme na i ngulo, në çastet e fundit imanin e shpëto dhe ditën e gjykimit në flamurin la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah të gjithëve na bashko dhe në Xhennetul Firdaus bashkë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në një vend në caktoj ya Rabbel Alamin. Amin amin. Amin alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahu al-azim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
for heaven, good or bad things, or whatsoever. Don't give up for what happened,